Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër, duke uruar që kjo ditë t'ju fal shumë mbarsi. Sot në studio jam me një artist të mirënjohur, me një rapsod të duar trokitur pafundësisht nga sallat e koncerteve, nga sheshet e mëdha, nga shumë spektatorë të cilët natyrisht kanë duar trokitur me gjithë zemër krijimet e tij. Ai është lahutari i bjeshkëve, Janus Delaj. Vlerësimet e shumta ai ka marrë nga spektatori, por her pas here vlerësimet e kanë shoqëruar edhe në veprimtari të ndryshme. Së fundmi, ai ka marrë një çmim tepër të veçantë. Gazeta e Alpeve e ka cilësuar Homeri i Alpeve shqiptare. Sot unë kam në studio të ftuar dhe i uroj menjëherë mirëseardhjen. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes ju, mirëmëngjes Shkodër e Malësi. Shumë bukur. Si jeni ju artistët gjithmonë edhe një përshëndetje e thoni në mënyrë artistike. Me ndjeshmëri të madhe sepse natyrisht arti, krijimtaria, ecuria juaj gjithmonë po nuk fati shpirtin. nuk është aq e ndjeshme sa. Normalisht, por ato dy tërkiqe që thatë më kanë shoqërua jo vetëm malsorët, por Shkodra dhe krishqiptaria. Unë kam pak sa emocione normalisht, sepse edhe ju gazetarët jeni pak gërmues, edhe gërmoni. Ne Janus kemi një histori shumë të gjatë këtu në Radio Shkodra, me ju, me rapsod të tjerë, dhe në fakt të gjithë ju më dukeni si pjesë e stafit ton, sepse jeni të pranishëm. Jeni të pranishëm ashtu siç jeni të pranishëm në jetën e përditshme, tek njerëzit, tek marrëdhëniet, tek ajo marrëdhënie që gjithmonë ju shoqëron kur këndoni dhe keni një sinergji me spektatorin që të ndjek. Por ndryshe ju nuk do ta vazhdonit me kaq sukses rrugën tuaj, apo jo? Unë me Radio Shkodrën po të thua që jam rritë, se me thonë jam linë për shumë, por unë moj men që edhe nga Kelmeni, se unë jam Kelmena sjerë. Po, nga Nikçi. Nga Nikçi, po. Kam marrë dhe kam në koncerte atëherë kur s'kishte rrugë makinet. Edhe lahut si kam fillu i ri, kam kënë në aty 80 vjeqi. Ajo lahuta e gjyshit që e arrëmbeje her pas here, e që ai të përkdhelte me atë dashurinë e tij për ty dhe për lahutën. Unë nësha po të prishi rrjedhin e saj, por rrjedhin e pyetjeve tua. Jo, por unë kam ba një këngë shumë i ri, unë lahutari bjeshve legjendare, u rrita në Kelmen me vojtje hadhe. Një libër në dorë në shpatë e Izabele me fyë dhe zymare me stupës me dele. Është shumë originale. Sa bukur. Edhe kur fillova të bje lahutës, bjeri u birë sa se gjyshi tha i ka ra. Edhe vazhdon me sa na e shumë. Sa bukur, po na çova atje në ata malet të mrekullueshme, në ato lëndina, në atë ambient ku tingëllojnë zilet e deleve dhe po, normalisht. Po çdo gjë bio dhe shumë e bukur. Për ndryshe nuk do të vijoje, apo jo? Po normalisht këtë lahut që sot po i bie kujtim malagjyshi me pushkën e tij, se edhe këtu del edhe biseda, besoj. Del edhe komplet. Ju jeni një libër i hapur, një rapsodit, diçka që ndjehet shumë bukur tek shpirti juaj. Poet, këngëtar, instrumentist, të gjitha të përmbledhura. Krijimtaria, unë kam lexuar në fillimet e mia, kam lexuar Fishtën. Dhe nuk kam kënë 10 vjeç kur e kam vazhduar librin e Fishtës,
se kanë pas një kushëri që i ka ditë se ajo ka rreth 20.000 savargje, ma mërmenja nuk do të ketë pas varkë se ka ditë ai kushëririm. Edhe kështu më rrallë, sa në filloj krimtaria, në për odat që shkoshan për dasmat, në lagjen, katun, kur shkoshin, dhe më thonë, unë isha një binomi i ati kumeni, sepse u duhet me u kënu një këngë. Nga ty mori zemër? Po, normalisht, më sënej, zemra ndën edhe mështetje, sepse kisha mështetje atëherë, njerëzit, fali, njerëzit kishin simpati, lauta atëherë ishte muzika, se s'kishte radje, ajo lauta ishte muzika e dasmave, muzika e odave tona, edhe kështu që fillon në përkrahje edhe nga pushtetja saj kohë, më sënej. Është zakonisht bukur. Kjo është diçka e mrekullueshme. Janë hapa tuaj të rritjes dhe për këtë një respekt shumë i madh. Ecim në vite dhe kthehemi her pas here, sepse kjo është një marrëdhënie shpirti. Apo jo, janë vargje pafund, këngë pafund. Shumë pafund. Shumë pafund. Por kohën atë në shonë, më së arrita me kompozitorët të menqëm e të mlej. Arrita me u bashku me ta, me thirqin në koncerte, si që Zadeja, Tonin Zadeja, Pjetër Gaci, si të gjithë, dhe më thanë atëru bona një binam deri të Zefqoba i madhi, që punonte në shpinë e kulturës atëherë, dhe më thanë, isha një kryefjalë si dhe mos e lehuc. Dhe vazhdon. Ajo që më ka bërë përshtypje shumë dhe që më nxiti të ju bëj një ftesë është çmimi që keni marrë kohët e fundit. Homeri i Alpeve shqiptare. I falënderoj, po pak çmimi i madh, me thonë të drejtën. Çmimi i madh, unë pata kontakt me Gazetën e Alpeve, cila e përshnes stafin e asaj gazete, dhe më ftuan të bëj një këngë për një heroin Tropoje. Kjo gazetë del në Tropoj, apo? Kjo del në Tiranë dhe shpërndahet, po thosh, jo vetëm në Shqipëri, po ka shumë stacione në mbar shqiptarinë. Është një gazetë shumë patriotike, se ka dhe ata njerëz të mrekullueshëm që e prodhojnë, do të thonë që e botojnë, dhe mas kësaj këngë, masanaj u bëna si një ashtu e knova këngën. Kënga titullohet? Cuca Abdylja e Gegusenit. Këngë Trimnia. Po këngë Trimnia, kjo shoqe ka përballë 2 luftëra në fakt, edhe nazifashizmin, edhe pushtimin serb, si më thënë. Ka përballua, ka normalisht që ajo ka pas sukses, sepse ka shfrytuar fshatin e saj në Gegusenin, nga bashkë edhe me trimat, me të vllajën i cili i ka metë edhe në luftë, i ka metë në këtë luftë. Dhe kjo këngë pati shumë sukses. Pati shumë sukses. E kam kënuar disa herë, se shpejti dhe dalë edhe në YouTube, po kështë. Kjo i dha pikërisht stafit të gazetës së Alpeve atë iniciativën për të dhënë një çmim të tillë? Po, normalisht aty desha dalë. E vërtet është se duke pa dhe aktivitetet e mia për YouTube, në për miqtë e mi, në për gazetat, në për shtu duke folur, ajo është ba një... Si erdhi tek ju ky çmim? Si e përjetuat kur ju lajmëruan për diçka të tillë? Po, normalisht që mirë, është një çmim, por
Me thënë shumë falënderit, por më duket se më kanë nga rrit ma shumë se sa. Jeni gjithmonë modest, sepse ju njohni turin tuaj. Në të vërtetë është një çmim që vlerëson personalitetin tuaj. Normalisht që po. Ai nuk erdhi rastishëm. Jo, a ishte normalisht. Ishte nga studiosit e asaj gazete, nga aktivitetet që kam dhënë mreni jashtë shtetit, normalisht. Është aktivitet I gjerë, siç e përmendëm edhe më herët, apo jo? Unë thash që mos përsëritemi, që 7 vjeç I kam ra lautës. Jam ullë në kalë, se s'kishte ro makinët, nga Nikçi në Tamare që I bajnë festival I zonës. Edhe aty as kishte mikrofon, as kishte... Por, ishe dëshira e aty në drejtuesave të asaj kohë, sepse bajnë një festival. Arti është shumë I gjanë, arti është shumë I thellë që nga kreshnikët, ato krimet. Do të kenë qenë vitet 50. Jo, kënë më vëbër, 50 jam datlinja. Pra, 57. 57, ka qenë, shkretë vërdet. Vitet 50. Po, shkretë sa. Edhe që nga ai koncert, natyrisht që më herët kishte pasur curi ato odat, takimet edhe këngët mes sheshit të fshatit, ju morët një vendim që të mos e leni asnjëherë lahutën. Në mbar vendin, por edhe jashtë, apo jo? Në 57-ën jam propozua për të shkuar në Bashkimin Sovjetik. Në fakt, nuk ranë dakord. Prindët, ma tepër herë me pas nana. Se ajo thotë se më kthehet ma, nuk më kthehet ma. Nga dashuria. Po, normalisht nana. Por ju krijuat këngë pafund. Dhe nuk e di nëse I keni të sistemuar në dosje të veçanta. Mbi 100 kam. Mbi 100 me tema të ndryshme. Më shumë kam 1300 duhet jenë. Po, kam edhe tribëria, jo kam edhe, por sigurisht që ajo është shtylla, domethënë shtylla, por gjithsesi atëherë vinë nga temat e dëshmorëve, vinë nga tema të dhimbjes, e kështu që lahuta, si që dini dhe ju dhe edhe ndigjuesit që I përshnes në këtë moment, në lahuta shkëndua edhe është bajtua. Edhe është bajtua, kur ka vdek një burrë në Malsi atje, I shkëno këngë. Unë bile kam edhe një këngë që I kam kënu Lautari zëvritet kur. Edhe... Sa bukur, Lautari zëvritet kur. Po, këtu është mi bazën e një tërgimit në Radio Prishtina, që Knjaz Nikola me Mark Milanin, që Mark Milani, se zënë me bëjnë histori, a I malsor ka kanë, po ka kanë generali ti. Edhe kur I thot Mark Milani, pse nuk e mësyn, thot, po, malsin e madhe, po ke metot në Nur Zhanitës. I thot, unë nuk mund vras lahutarin, thot se pra në jam gujok, nuk thot se sa bjen një malsor, thot, a I mund ngrit kong, edhe nga konga, thot, malsor, thot, ngrihen pesh, ngrihen pesh, thot... Mesazhi mrekullueshëm. Po, edhe unë pashbaj një kong, hej lahut sa mosh me je, se nuk ka gjanë se pa I lexoj disa vazhe. Po, kjo mrekullia juaj. Hej lahut sa mosh me je, në gjak t'i lirëve t'jele, mitel tanë gishtin tanë, mitel tanë shumë gisht aran, në faqen tanë e shumë loto palë. Krejl Nikola pa thënë dikur, unë malsin s'mon t'a shtroj kur, për pa vra atë lahutar, se në kongë trimat po m'ingjall, e në kuven malet po m'jull, por lahutarin se vrava kur. Ajo është pak me zgjatë, por se si. Shumë e bukur. Në fakt,
fakt, si lind një krim tek ju? Po lind nga një subjekt. Nga një subjekt lind. Nga një tregim, nga një shprehje. Din se poetet e shkrimtarët, unë nuk jam ndaj kush e di, por ju jeni poet, diçka gjithë këto vargje, mira vargje që keni shkruar. Mira janë, është e vërtet. Po. Kjo ishte një temë pra që e në gjova në Radio Prishtinë në atëherë që nuk lejohej, me thënë drejtën. Kishte një program Radio Prishtina dhe në turqin, unë për shembull turqa për me kap diçka nga historia jonë. Atëherë kështu vinë, nuk po i thom temat, por janë... Ju shkroni vargjet fillimisht, e pastaj i veçnim një melodi. Patjetër. Megjithëse lahuta nuk ka shumë melodi, por mundesh me ndrua melodi, por gjithmonë jam munduar për me qëndrua në melodin e linjës lahutës. Se cikli kreshnikëve është 10 rroksh, 12 rroksh. Edhe kjo nga rroket ndryshon edhe melodia pak, sepse është vargu më i gjatë, ose vargu më i shkurtër, ose... Kjo është mjeshtria juve. Pa, normalisht. Zanin ta ka falë Zoti, ashtu si shumë dhëmti të tjera artistike. Është shkretë saktë, zanin e kam pasë, bile kisha i rast një tash në Shkodër, për me kënu këtë këngën, se ishte aktiviteti i Alpeve, me vuni CD, pas së më shkonte me CD, së më shkonte, vene, e vunë CD-a për tokë, ishte një laptop, që i mësu me këta të ashtë, si kena ditë ku i thonë laptop, po. Janë mënyrat. Po, dhe, unë i thonë ma hisë atë, për nuk fola, kështu po bona me dorë me gjeste që ma hisë se i kënoj direkt. Mirë po kur kam thonë shu dhe fillova direkt, gjithë sala që në kam pësë me tha. Gja e bukur shumë gja e bukur. Në fakt, kjo e curia mrekullueshme të ka dhënë zemër që gjithmonë të jesh në formën tënde. O jam shumë mirënjohës për këtë që kam etë, për lahutën, sepse si me Gjën Kapedanin, si përmena do, po kam lanë shumë pa përmen, që më thoshin, mos e lën lahutën. Bile ka në rritë edhe pushtetarët në të kohë, me më thonë, në lën lahutën ti me ba me tullin Shkodër. Në lën lahutën, se putesh një... Kjo lahut që ju keni, mund të merrni, është krijuar që herët, apo ju keni disa instrumente të lahutës? Jo, mund të merrni. Këto e kam kriju vetë, e keni realizu vetë. Po, me dorën time, lahutën. Po kjo gdhënje? Kjo gdhënje gjithë që ka batë, kjo është emblema ma originale e lahutave që i bajnë. Se vetë bisedat të dalin nga biseda, gratë kanë thonë, kështu kanë thonë. U kam e grave. Sepse shkijet e kanë ndryshej, dhe kanë disa forma. Masëna edhe katolikët, për shamë, i kanë ndryshua, me simbolin e tyne të kryqit. Të kryqit, po. Po, edhe është kja është më originalja. Ma original. Disa instrumente të lahutës, apo janë? Apo është i njëjti? Lahuta është e njëjta. Jo, si instrumente, them, ke ndruar si instrument, apo kjo është prej sa vitesh? Jo, kjo nuk ka shumë vite, kjo mund t'i ketë një 35 vjetë. Nuk ka shumë vite, po 35. Po s'ka shumë, sepse lahuta ka linë heret. Ne bëjmë fjalë për instrumentin. Për instrumentin, për lahuta, kjo është 35 vjetë që kam punu me dorën teme. Si e ke punu? Kështu, me veglat primitive, me qeserin që është gurë që kemi thënë ne, ose formë lugut që gëdhem vetëm kështu. Brëndësin. Po, vetëm brëndësin, masënaj pjesën tjetër e kështu se... Edhe këj harku është i thanës,
Kjo është i thanës, sepse kështu ka kënë atëherë. I kanë vu, jo gjarpën, i kanë bëve, me format e tjera, sidomos. Edhe këtë e kanë ndryshua, i kanë vu edhe Shqiponjen, Shqiponjen Shqipe, se Serbi e ka Shqiponjen ndryshej, veç me Shqipen. Ti dashuron këtë vegël, këtë instrument, por ndryshe nuk do të dije kaq shehulsisht detajet e ti. Sepse lauta është tregues i folklorit tonë, apo jo? Një përverb që thonë ka linë dhe para kreshnikëve. Edhe kam lexuar dikun që muj me Halilin, të gjigantët e mëdhej të kreshnikëve, delqin në beden të kullës tyre edhe shprasin topin habertar për të dhanë agë. Lajmin. Për të dhanë agë, lajmin. Edhe i dit i thot muja Halilit. Thot po, sikur thot bac, thoshin pëllat njëri tjetër, sikur mos a shprazin topin habertar, thot. Ti thot lahutën e din, edhe me dalën beden, thot edhe me i kënu lahut, thot edhe që të thom agve, kur dalën beden të kullë, se ti bje... Lahutës? Ti bje lahutës, dini se unë duhet për me ardhë, do të me ardhë në borin tim. Sa shtoj kanë thirë në borë, 3 otagët, se aqë janë quajt. Interesante shumë. Kjo të shtyn të hysh në lashtësi e natyrisht të dialogosh me të sotme. Në fakt, si që sa i përhapur është lahuta sot, çfarë interesit kanë të rinjt, më të rinjt për ta përdorë, për të këndu me ta, për të kriju këngë me lahut? Po, si të gjithë degët të tjera, ka njerëzit e vetë, si futbolli që ka pozat e vetë, si kënga e muzikës kletë, si muzika tjetër, si të gjithë kanë, edhe kjo ka dashamirët e vetë. Se ka njerëz që duan shumë. Patjetër. Në fakt, ju gjatë bisedës lançuat shumë vargje, por sa bukur do t'ishte që të këndonin një këngë, nëse është e mundur nga ana juaj. Për mua do t'ishte një kënaqësi, e natyrisht mendoj se shpreh mendimin e atyre që po na ndjekin. Me gjithë qef, por unë kam shumë tema, por tema ma aktuale e ma dhimbshmja, për mua është gjakmarrja ose hakmarrja. Është një pjesë, është një që na meti nga, ku di unë, se si na meti kjo, Një e thamë të drejtën. e madhe, sociale, një plagë e madhe sociale. Plagë e madhe sociale. Sa që gjithkun edhe në përbos ka vrasje, ka gjana, po nuk e di se si mund t'jetë. Dhe unë nuk do t'a kënej këngën krejt, besoj nuk e di sa je dakord ti. Krejt, dakord. Nda që edhe krejt, por gjithsesi, unë po lexoj disa vargje nga koka e kësaj këngë. Po. Edhe e kam titulluar Jo bre blazen, gjaka slot. Po të thras more o shqiptari, gjithë ku je jug e veri, gjithë ku je lindje prendim, ku më rëfërëm t'jo kombim, zëtë qashtu ba, po se vritet lavë, lavë. Edhe lahuta këndon. Si mja këthyje, jo kur nanat në dhime njëje. Por me I dalë kësaj kolere para, se s'po dihet se kush kone rrallë. Thire orën vo shqiptari, o me vra shoqin sa shtrim një.
Pishta I madhe na ka pasë than me shokët tuaj kur mos me unë zan. Mos me unë zan, ase mos me nga, se në ditë ngushtë këtë gjinet e vëlla. Të lidhim beseve, të lidhim fe, ose në një zotë të tonë bëjmë be. Jo breve dhazën gjake vasilote, na malekone ove bardha toke, na malekone tokave bardhe, drita kështu s'ka si jo me dale, djeli kështu s'ka si me ra, kur shevra se vla me vla, he kur ka kombi o ka që plagët e rane. He asë vorët, mrena nuk na lanë morë. Jam shumë emocion. Nuk ka se si të mos emocionohesh nga kjo shprehje e shpirtit të artistit, por kur prek një plak të tillë, sepse kështu është kënga, kënga e Rapsodit është e menjëhershme, prek drejt për drejt, është shpejt, është hyn me njëherë, dialogon me njëherë, emocionon me njëherë. Kjo është veçoria artistike e Rapsodit. Qatë sa modrë është, se vërtet ashtu dhe ta marrë vedin e fije me gjata. Një duar trokitje shumë e madhe për Rapsodin Yunus Delaj, i cili ka jetën e shkrirë në artin e tij të lahutës. Nuk mund të mendohet, besoj se Yunus Delaj lahutari është më mirë emri I tij. Apo jo Yunus? Po patjetër është se unë kam dhënë intervista shumë edhe me ju, kam kanë disa herë këtu dhe se ma në shta me unë jam rrit me ju. Jemi bashkëpuntar. Bashkëpuntar, shtaman bashkëpuntar e ferbu. Në jetën e radios. Temat e këngëve janë sa shumë të ndryshme, janë për vendlinje, dhe shëllë. Dalë këndrull në leqet hotit, për me kënu një këngë si motit. E marrë rrugën për kelmen, për më dirësin trupin madhë jam. Besh këtu shtatin, gjenë dhe dërman, këto kam le, këto jam taman. Unë nuk di të recitaj, po... Jashtë zakonisht bukur. Keni menduar ndonjëherë t'i botoni këto vargje të mrekullueshme, sepse janë perla, janë poezi të mrekullueshme. Tashi, këto poezia, rapsodia... Ju vajzën e keni krijuese, por ajo vajzë Senada e ka rranjën pikërisht tek arti dhe talenti juaj. Po, normalisht, se unë e kam aktivizua në për vene që kam pas, që më kërkonin mua, kam marrë me vedin, si shokën më të ngushtë edhe shokën më të ngushtë përse të kam, është botuesi I librit, si e din edhe ti, librave. Po, ju pse nuk botoni një libër, ose mund t'jenë edhe shumë libra, po të paktën disa nga vargjet. Edhe këtë radhë me drejtorin e Gazetës Alpe, e përshëndes shumë, Ramiz Lushën, një tropajan shumë I mrekullueshëm, e kena bisedua, besoj që do marrë dritë botimit, do t'i grupoj, por ka një fije probleme. Për naturisht, për që më lidhë dhe për të kështu, po unë kam mi 100, që këtu në gjysë të kësaj 58 I takon. Kjo që u këndu ishte 58-a. 58-a. Kjo është kriju vonë, kur e pasin mas demokracisë. është kriju vonë, po e kam radhit shtu për ta... Ju nuk keni aktivitet, ju thrasin në logje, ju thrasin në koncerte, brenda dhe jashtë vendit, apo ja? Është këtë saktë në 73-shin kam kënë festivalin Ballkanik të Ohrit.
E ka vazhdua, jam dekoruar 2 herë nga Komuni Popullor, asaj kohe. Një herë për punën, edhe një herë për artin. Ju keni punuar në gjeologji? Unë kam punuar në Fiers, Në Fiers. Koman, edhe kam punuar në Kelmen, kam punuar në Dugagjin, në shumë vende, por fillua aktivitetin tim e kam filluar Librashic. Interesant. Shumë interesant. Edhe ka një drejtor i librit këtu, që ai më jep edhe libra si kena thënë të jetë na lum. Kam lexuar Shkodrën e rrethuar atëherë. Kam lexuar Bia Montezumës, do libra kështu, kam lexuar do librat na lum, krejt se më jepte, kishte besim që i kishin në për arkiva. Por ju, ku do që keni punu, librin, krijimtarin, lahutën, nuk e keni ndas njëherë? Ja, absolutisht jo. Absolutisht jo. Përmendët disa nga aktivitetet, keni qenë pjesëtar i grupit popullor të Radio Shkodrës në turneun e famshëm në 81-shin në Prishtinë, aty ku keni ndez 78. Aty ku keni ndez zjarr në shpirtit të njerëzve, keni mbush sallat dhe keni pasur një sukses të jashtëzakonshëm, por më tej keni vazhduar dhe vazhdoni. Keni ndonjë aktivitet të afërt tashti? Po të afërt, po shohim, jena tu punua me një grup shoqate shqiptare amerikane për ta kaluar në UNESCO lahutën. Po nuk e di, ne kishim në ra një ujk i madh. E di që e keni një plak që dëshironi ta shëroni me kontributin tuaj. Se duhet ta publikoj për shefin tim edhe për dëgjuesit. Kur Serbia e dërgoi lahutën, e dërgoi si vetë në UNESCO, instrumenti i tij. Dhe unë u thira në Top Channel fakt shumë shpejt. Morën opinionin tim, edhe do të gjinet edhe në YouTube. Por më bani përshtypje, ishte një ministre. Si e ka pas kjo? Një ministre, po. Ja, më thire një ministre kulturë, se e një gjova. Tha, atë nuk ka të kolla, uta. A disë ju bona. Me thanë të drejten, Po lahuta se jo si u ka të kujtë. E jo Po fishta i madh ka thënë që jetë e kam për zemër. S'ka si fishte. Nuk pas du me ullë kur të tjerë, po i asaj kohën shumë i madh. Tha kur serbet ose slavët, ata zbritën tha nga malet, nga shpedhat urale, tha, ne kishim 200 vjetë qytetrim. Kur e ata. Sa dashuri përmbajnë këto fjalë, sa dashuri përmbajnë gjithë aktiviteti yt. Sa art dhe përkushtim është gjithë kënga e lahutarit të pjeshkëve. Siç është cilësuar Homeri të Alpeve shqiptare, Jonus Delaj. Sa krenar jemi për të tillë njerëz. Mendoj se çdo gjë që ju e mbështillni me shpirtin tuaj ka një fill të bukur, dashurinë. Pa tjetër, dashurin për lautën, se në fakt laut i thonë. Jo lahut, por ka duke transformu, po ajo është laut. Emri i saj është laut. Ke ndonjë një njeri të afërt ose përreth teje që është i ri, i vogël, po rritet, që vjen aty afër dhe don ta mësoj lahutën? Shumë zbej, në fakt, por dashamirës kam shumë. Edhe për lahutën ka shumë dashuri. Se unë i kam ra edhe fyllit, kam ra dhe zëmarave, edhe veglave të folklorit, të Malsis. Bilon kam një kujtim me Qezdadin ndjes pas. Po donim me ulltua në festival të Ohrit. Edhe një vajzë kombinatit që ka kena atëherë, kombinatit Drurit, më duket, në Tiranë, e mora fyllin edhe filloha me shesë më i fushë e korabit.
Thot, ti më shoqëron ke ma mirë sa i, thot mua. Ma mirë sa i që shoqëronte, ishte nga zonat e Tiranës, Salene, Zadheri. Po. Thot se po i thëmë Qesku të më shoqërështë, jo, se që leret punë, thëmë që, po jo, sa ti më shoqëron ke ma mirë, jo, e dinaj, thashën, unë dosha sepse nuk doje ti ndërhyje. Po stojt në hyje, se ishtë shoki grupit tonë. Erdi, ajo nuk pushoj vesh, i tha, firë nuk për... Tha, lërë më ti, tha. I tha Qesku, kështu, po me i kështu. Me mirësi dhe, po, lërë më, po, Jenusi tha malësor, tha, po, ko ka malësor, e që banë, tha, që si ka ra fyllit. Sa bukur. Që si ka ra fyllit. Sot janë të gjitha këto instrumenta për rreth, por lahuta veçantë. Atë normalisht se po, të gjitha o bjerë nga pak. Qepë se lidhë ma pak, shumë pak, po të thosh. Ajo që është të kjo, Jonus është shpirti bukur i artistit, dhe unë them me këtë za, se më banë shumë për shtypje, vokali, është mëngjes, edhe zani jytë është shumë në formë. Kujdesesh për zanin, apo është ashtu? Jo, si e keni? absolutisht. Natural. Jo, kordet e mia s'kanë përshua kur, dhe më thonë, kur në i herë nuk më është marzani, nuk më i mend të mjetë marzani një herë. Po ku ka malsor, që i merë zani, jeni rrit me ajrin e bjeshkëve, mos vdek shu, kur. Qofsh gjithmonë i nderuar dhe kështu me këtë zjarr të madh dashurie që keni për folklorin, për lahutën, për këngën, për shqiptarinë, për vargjit tuaja të mrekullueshme. Shumë kënaqësi që ishit sot në studio. Shpërndat shpirtin tuaj të artistit të paepur që jeton dhe gjallon ashtu si që keni qenë atëherë 7 vjeç kur e keni nisur dhe keni dalë për herë të parë në skenë, në festival. 7 vjeç kam kënë që në shpinë të kalit e më kanë marrë nga Nikçi, edhe mu isha me kujtu kangën që kam kënua, po këta një zamt e shqiptarisë, kangë mërgimit. Nderim për të gjithë ju, edhe për ata që ju kanë mbështetur, sepse të gjitha bashk bëjnë një produkt të bukur, që është kënga juaj me lahut. Jonus, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë edhe në emër të atyre që na kanë ndjekur, për çdo gjë që solle sot, të freskët, të pastër, të çiltër, ashtu siç është kënga jote, ashtu siç është arti. Pa jetën e gjatë. Faleminderit, por duhet të më lejosh i thonë 1 minutë për e kena të gjatë në minutin. Me gjithë qef. Unë do të përshnes, me gjithë qef, sepse unë kom pasë mbështetje edhe nga lautarët e atëhershëm të dikurshëm. Një Martin Dheshi që ala jeton, që ka ditë shumë fishtën, dhe ka kënu shumë dhe kam jetu shumë buzi, një artist fort i mirë, edhe sot jeton në Amerikë dhe i bjen lahutës. Kena pas shumë, se malësia se vërtet i thonë lahuta e malësisë dhe fishta, jo pas që edhe me i vuni dhe titullin. Po. Se kam sot një shokun tim, fshatarin tim, Preta Shnilaj, që jashtë... Preta, shpërshëndetje. Keni pasë të curit të madhe? Kam kanë edhe në ohër me të bashkë, kemi dhënë koncerte sin këllmen në logjet kumanit dhe bjeshkve, logun e nuseve, se ta që kanë këthy logu i bjeshkve, pa është logu i nuseve. Një mrekulli. Me hime, që nuk mund të thamë që jam gurë për ashterën, po kujtoj shumë, po nuk është edhe emisioni. është një mrekulli të hapesh këtë arkiv të mrekullueshme shpirti që gjallon, gjithmonë është i gjallë, gjithmonë aktiv, dinamik. Edhe njëherë, ju falenderoj shumë, Jonus, paçi gjithmonë këtë nderim, këtë dashuri, këtë përkushtim për lahutën dhe për këngën tuaj. Faleminderit juve. Ju përgëzoj. Faleminderit juve.